Përshëndetje, mirë se vini në analizë. Ne sot në analizë do të trajtojmë çështjen e të drejtave të grave, do të flasim për situatën e të drejtave të grave në Shqipëri, por edhe më gjerë, gjithashtu do të ndalemi edhe në një veprimtari me nivel global, mjaft të rëndësishme, siç është takimi i liderëve global për gratë që u zhvillua në fillim të kësaj jave në Pekin, dhe e ftuara ime sotme është themeluese dhe drejtuese e qendrës komunitare Sot për të ardhmen, njëherësh anëtare e Këshillit Kombëtar të Shoqërisë Civile në Shqipëri dhe rrjetit të monitorimit kundër dhunës me bazë gjinore, Fabiola Laço Egro. Faleminderit që do të ndajmë së bashku Fabiola këtë studio për një temë. Në fakt, për të folur për gratë, unë kam parasysh karrierën tuaj, aktivizmin tuaj, jeni një nga figurat më të spikatura të shoqërisë civile dhe ndoshta identifikoheni me çështjet e grave, të lirive të grave, pavarësisht se gjatë një periudhe 30 vjeçare, duke nisur që nga shoqata në dobi të gruas shqiptare, themeluese, drejtuese e saj, por edhe në vijim jeni marrë edhe me problematika të tjera. Megjithatë, besoj se identifikoheni si zonja që merret me problemet e grave. Faleminderit Radio Ejani, grupit mediatik të Kinës për kontributin që sjell, informimin, ndërgjegjësimin dhe kontributin që sjell edhe për Shqipërinë. Në fakt, do doja të ndaleshim tek sfidat me të cilat përballet gruaja shqiptare sot. Ndoshta duket pak si një klishe, por gjithsesi ne shohim që pavarësisht zhvillimit, pavarësisht teknologjisë, sfidat e grave mbeten. Po, kjo është e vërtetë dhe le ta çmitizojmë në këtë emision, le të flasim në këtë program, le të flasim për sfidat, sepse arritjet janë shumë të mëdha, nuk duhet t'i minimizojmë, janë arritjet shumë të mëdha për barazinë gjinore, për luftën kundër dhunës me bazë gjinore apo luftën kundër dhunës ndaj gruas, por ndërkohë dhe këto mund t'i gjeni tashmë në internet, në gjitha programet e ndryshme, por është konkretisht, le të flasim, është vërtet gjetje e dur të flasim për sfidat. Sigurisht që dhe globalisht, po edhe në Shqipëri, sfidat ndaj barazisë gjinore apo ndaj zhvillimit edhe progresit të drejtave të grave janë shumë të mëdha, edhe në fushat të ndryshme apo edhe në grupe të ndryshme të grave, sepse gratë në Shqipëri përbëjnë 51% të popullsisë së Shqipërisë, dhe janë ato që janë shtylla kurrizore e këtij vendi në punë, në mbajtjen e familjes, në punët e shtëpisë dhe edhe në punët jashtë saj. Dhe janë gratë ato që vuajnë dhe diskriminohen, disa herë me diskriminim të shumë fish, siç janë për shembull në gratë viktima të dhunës në familje apo të dhunës me bazë gjinore, ato grupe grash që janë gratë me aftësi të kufizuara, gratë pensioniste të moshuara apo gratë e papuna, si dhe të miturat, kanë një diskriminim të shumë fisht dhe nga paragjykimet, por dhe nga dhuna që i krijohet dhe nga të drejtat e tyre që pavarësisht që janë shumë mirë në ligje, zbatimi nga ligji, zbatimi ka akoma shumë dhe shumë sfida. Në fakt një dukuri që vjet re për të gjitha llojet e ligjeve për fat të keq në Shqipëri, të cilat janë të hartuara, mjaft mirë, kanë modele mjaft të mira, por çalojnë tek zbatimi. Megjithatë, juve në sfondin dhe në drejtimin e organizatave të tilla, të cilat sigurisht kanë dhënë kontribute të pamohueshme, dhe për fat të keq, ajo që prevalon më shumë
mediatikisht është dhuna, janë rastet e vrasjes grave, femicidi apo dhuna seksuale, dhuna me bazë gjinore si shtatë edhe ju, dhuna në familje dhe edhe publiku i gjerë, opinioni publik, fokusohet pikërisht te kjo. Por nga ana tjetër, me kalimin e viteve ka edhe problematika të tjera, ashtu si që zhvillohet dhe vendi, apo jo? Po, kjo është shumë e vërtet, sepse dhuna, sidomos femicidi, vrasja e grave për shkak të dhunës në familje apo dhunës me bazë gjinore, vrasjet janë makabre, janë të prekshme, të ndjeshme ndaj gjithë popullsisë, dhe prandaj ky fenomen, si është një fenomen global, jo vetëm në Shqipëri, ky fenomen është shumë më i dukshëm se sa fenomenet të tjera të pabarazis apo problemet e tjera të grave dhe vajzave në Shqipëri. Ju e theksuat që janë 17 vrasje të grave, 17 jetë të humbura, por nga ana tjetër duhet të themi që është bërë një punë e jashtëzakonshme dhe është një luftë shumë e madhe kundër dhunës ndaj gruas, dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore, dhe duhet të them me krenari që janë shpëtuar mira gra. Kemi mira gra të mbjetuara të dhunës, të cilat, sepse që në 95-ën, dua ta theksoj që kanë qenë organizatat e shoqërisë civile, organizatat e grave, të cilat kanë çuar një ligj në Parlamentin shqiptar, ligjin e parë dhe me djenin time duhet jetë i vetmi, me firmën e 20.000 qytetarëve. Duke mbledhur firmat e gjithë qytetarëve me emër mbi emër, numër telefoni dhe adresë të verifikueshme për të çuar një ligj jo nga qeveria, jo nga grupet e interesit apo nga parlamentarët, por nga vetë qytetarët. Duket si një peticion. Dhe është një peticion gjigant. Dhe ky ka qenë ligji i parë për masa kundër dhunës. Ndërkohë që ky ligj sigurisht që ishte një ligj i mirë për kohën, po kishte shumë gjëra. Po sepse kur themi vitin 95, përkon me krimin e shoqërisë civile në Shqipëri. Pikërisht. Organizatat e grave në krizë modestie duhet të them që kanë qenë organizatat e para luftëtare, shumë të forta dhe aktive që janë themeluar në Shqipëri dhe kanë punuar dhe kanë luftuar fort. Ky ligj është përmirësuar vazhdueshëm gjatë viteve më tej. Janë ngritur mekanizma shumë të mira për të përballuar, si mekanizmi referimit kundër dhunës me bazë gjinore, që drejtohet në 61 bashki me gjithë institucionet edhe me organizatat e shoqërisë civile për të krijuar shërbime. Por të gjitha këto janë të pamjaftueshme. Ne sot që flasim, kemi një draft ligj në Parlamentin shqiptar mbi parandalimin dhe mbrojtjen ndaj dhunës me dhunës ndaj gruas dhe dhunës në familje, që është një ligj shumë i mirë, që parashikon jo vetëm mbrojtjen, por të gjitha masat dhe të gjitha detajet si mund të zbatohet ky ligj. Është akoma i hapur për konsultimet publike dhe unë po përdor radion tuaj, programin tuaj për të thënë të gjithë atyre që na dëgjojnë që të hyjnë në konsultime, të japin komentet e tyre apo si mendojnë për të, dhe ndërkohë përpara ne kemi ligjin për barazin gjinore. Po për këtë ndoshta pikërisht për barazin gjinore, në fakt sa vjen edhe flitet më shumë, sigurisht që në për institucione, por edhe në Kuvendin e Shqipërisë, në qeveri, duket se normat e barazisë gjinore janë arritur dhe këtu e një dekadë më parë, ndoshta ka filluar që të flitet në mënyrë më konsekuente. Por ashtu si që thatë edhe juve kemi të bëjmë me gratë që përbëjnë gjysmën e popullsisë së Shqipërisë.
në çfarë niveli është përfaqësimi i tyre në pozicionet vendimarrëse, në pjesëmarrjen aktive në jetën politike, sociale të vendit. Gjatë forumit të 4 rajonal për ndërprerjen e dhunës ndaj grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, me temë politika të integruara, partneritete gjithëpërfshirëse, ju keni qenë në panel të kësaj konference ndërkombëtare. Dhe le të ndalemi tek barazia gjinore në Shqipëri. Si e vlerësoni ju atë? Kjo është një temë shumë e gjerë, do na duhet ditë sigurisht. Ne dimri për të folur, po unë do përpiqem t'i përmbledh. Tregova një historik si po ecte lëvizja e grave dhe filluam së pari dhe vazhdojmë me masat kundër dhunës dhe duhet thënë që dhuna tashmë vërtet denoncohet dhe janë me qindra raste dhe disa herë duket sikur dhuna është rritur shumë. Kjo ndje sidomos globalisht që mbas kohës së Covidit kur u mbyllën të gjithë në shtëpi dhe më pas, tashmë që dhuna ka marrë edhe forma të tjera, kemi luftra, edhe teknologjia dhe kemi format e ndryshme të dhunës, tashmë ne njohim format e ndryshme të dhunës, siç është edhe që nuk është folur dhe nuk është raportuar më parë, dhuna digjitale, dhuna seksuale, ngacmimi seksual në punë apo në publik, etj. Dhe me krenari mund të them që kemi shumë raportime, denoncime dhe kemi dhe përgjigje ndaj tyre, por akoma ka shumë nevojë, akoma më shumë për shërbime. Megjithatë, kjo është edhe një çështje paksa do ta quaja që i përket vendimarrjes, sepse vetë gratë nuk janë në gjendje që të vendosin mbi barazinë gjinore. Dhe do ta shikoja pikërisht në këtë prizëm që sa pjesëmarrëse aktive janë gratë, por gjithsesi qeveria është ajo që merr masat për përcaktimin e kuotave gjinore, apo jo? Varet si ta shohësh, këmbvështrimi është shumë i ndryshëm. Unë si aktiviste e gruas dhe në frontin e shoqërisë civile, ndërkohë jam antare edhe e platformës e partnershipit qeveri dhe shoqëri civile për të mbushur dhe kapitujt për integrimin në Bashkimin Evropian, do të thoja që janë gratë, janë të gjithë qytetarët, është popullsia ajo që shtyn qeverinë për të marrë masat e duhura për barazinë gjinore dhe për zhvillimin e saj apo për hapësirat e saj që të ketë të drejtat barabarta. Se pavarësisht të drejtave të barabarta, këto të drejta të barabarta shumë herë nuk kanë hapësirat e tyre të dialogut. Prandaj dhe shoqëria civile, aktivistët e grave janë ato që krijojnë hapësira për dialog, hapësira për bashkëpunim, jo vetëm me shoqërinë civile dhe qytetarët, por me qeverinë qendrore dhe qeverinë vendore, me organizma dhe institucione të tjera, për të arritur të gjitha objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm. Jeni themeluese dhe drejtuese e një nga shoqatat e para të çështjeve të grave në Shqipëri në dobi të gruas shqiptare, ndërsa aktualisht jeni themeluese dhe drejtuese e qendrës të zhvillimit të komunitetit sot për të ardhmen, cili është misioni dhe arritjet e kësaj qendre që ju drejtoni. Faleminderit, pyetja është shumë detajiste dhe është me vend. Unë ju thash që jam aktiviste të drejtave të gruas. Dhe ai është flamuri im që e mbaj lart dhe luftoj dhe punoj për të. Dhe në fillimet që në 93 kemi qenë një nga organizatat e para që kemi pasur që në emër në dobi të gruas shqiptare, themeluar dhe vazhduar duke punuar. Mbas shumë vite, si ne që po e diskutonim së bashku, u pa që ne luftonim dhe punonim për mirëqenien, jo vetëm për viktima dhe të mbjetuarat e dhunës, por për mirëqenien, zhvillimin, integrimin e grave dhe vajzave, duke futur këtu dhe fëmijët dhe familjen që kanë qenë shumë të lidhur bashkë. Por në një moment u pa që
e gjithë kjo lëvizje, duke si një lëvizje men-hate, më lejoni ta them në anglisht, si një lëvizje që urrejnë burrat, ndërkohë që s'është e vërtet. Ne jemi një lëvizje që së bashku me burrat duam të ndryshojmë realitetet dhe të kemi barazi ndërmjet burrit dhe gruas, vajzës dhe djalit dhe një barazi për të drejtat e tyre. Prandaj, punonim shumë me komunitetet në nevojë, komunitetet që kanë më shumë problematika, dhe e diskutuam së bashku këtë gjë, duke hapur qendra komunitare, ka shumë qendra për zhvillim komunitar, sot për të ardhmen ka shumë qendra komunitare në Shqipëri, si për shembull në Ish-Kënetën e Durrësit, ku erdhi migrimi brendshëm 60.000 banor në një qytet prej 120.000 banorësh që ka qenë, erdhën 60.000 banor nga zona të thella rurale të Veriut dhe të Jugut, se themi gjithmonë Veriun, po Librazhdi, Gramshi, Korça dhe Pogradeci, të cilët nuk integroheshin dot se erdhën në një zonë informale, diskutonin dhe kishim shumë probleme. Si mendoni ju? Ne duam ta ndryshojmë, sepse ne po punojmë së bashku për të integruar jo vetëm gratë dhe fuqizuar, por dhe gjithë komunitetin, gjithë ju, si do ta vëmë emrin. Dhe ky emër u zgjodh nga vetë komuniteti. Pse sot për të ardhmen? Sot për të ardhmen sepse të gjithë ato, në atë moment, gjithë ky komunitet ishte keq sot. Dhe slogani u bë do punojmë sot për të ardhmen, më të mirë nesër. Prandaj, edhe fokusi jon ndryshoi duke pasur shërbime, duke ngritur shërbime. Çfarë ka nevojë Shqipëria më shumë? Çfarë ka nevojë për grupet në nevojë? Dhe për gratë, dhe për vajzat, për familjen, për gjithë komunitetin që të ecin përpara me një hap. Ka nevojë për shërbime, për sa më shumë shërbime sociale. Ka nevojë për akses në burimet. Në burimet që janë burimet natyrore, burimet financiare, burimet e punësimit, ka nevojë për më shumë integrim dhe këto nuk bëhen vetëm me fjalë. Prandaj unë do të thoja që qëllimi im sot nuk është ju e përmendët të rjetin Prizma, nuk është vetëm të ndërgjegjësojmë, të informojmë, të mbështesim dhe të mbrojmë, por nuk është vetëm të rish në për protesta, të shkosh në për protesta prej 30 vjetësh, 20 vjetësh kemi qenë në protesta në rrugë, por tani protesta mund të bëhet duke ulur në një tavolinë me vendimarrësit. Rjeti Prizma është një rjet që doli, një rjet informal, që doli nga një program shumë i madh që ne kemi mbështetur nga Agjencia e Kombeve të Bashkuara UN dhe nga agjenci të tjera, për nxitjen e grave dhe vajzave në zonat të ndryshme të Shqipërisë, në 36 bashki tashmë jemi, për të marrë pjesë, shprehu vendos është slogani, për të marrë pjesë në proceset e buxhetore, e dëgjesave publike. Pse? Sepse të gjitha taksat minimalisht, taksat që ne i nxjerrim nga xhepi, parat që i nxjerrim nga xhepi për shërbime dhe që shkojnë për qeverinë, duhet të shkojnë, sigurisht nuk kthehen në para, po duhet të shkojnë me shërbime në grupet në nevojë, qoftë dhe në të gjithë gratë dhe vajzat dhe në qytetarët të cilët kanë nevojë për këto shërbime. Gratë kanë tashmë të drejta plot, nuk kanë patur përpara, tani kanë. Dhe këtë do ta lidhja edhe me një ngjarje me rëndësi globale, siç është zhvillimi i takimit të liderëve global për gratë më 13 dhe 14 tetor në Pekin. Në fakt, Kina është bërë edhe 30 vjet më parë promotore e takimit të 4 botror të grave, dhe si rezultati këtij takimi ka dalë edhe ishte viti 1995, u zhvillua pra konferenca e 4 botrore grave nga Kombet e Bashkuara në kryeqytetin kinez Pekin, dhe ajo prodhoi deklaratën dhe platformën për veprim
e cila më pas pra shërbeu edhe si një gur themeli për barazinë gjinore. Ishte hera e parë. Me sa di unë, por do doja komentin tuaj në këtë rast, ka patur dhe pjesëmarrje shqiptare në këtë takim 30 vjet më parë që përkon pikërisht dhe me takimin e tanishëm. Konferenca Forumi i 4 botror i Pekinit ka qenë një ngjarja më e madhe botërore për të drejtat e grave, për barazinë, paqen, për gruan, dhe më pas nga Agjencia e Kombeve të Bashkuara doli dhe rezoluta 1366 për dekadën e grave. Dhe ajo është guri i themelit dhe guri thelpsor që ndryshovi globalisht qasjen ndaj të drejtave të gruas dhe çovi përpara zhvillimin. Duke e marrë, jo, duhet të them, duke marrë në kontekstin shqiptar, ishte akoma më e madhe kjo eko dhe akoma më e madhe kjo ngjarje, sepse ishte viti 95, ne sapo e diskutuam bashkë, që sapo kishte dalë ligji dhe që për herë të parë që agjencitë e ndryshme mbështetën një delegacion prej 15 aktivistesh gra dhe qeverisë shqiptare për të shkuar në këtë ngjarje ku morën pjesë mira e mira, jo vetëm liderit ndërkombëtar, po mira e mira gra, dhe që një event mbreslënës gjigant që vetëm Kina mund ta përballonte. Ndërkohë Kina ka vazhduar vit pas viti, ka një fokus në çështjet e grave, edhe për faktin sigurisht që kemi të bëjmë me 690 milion gra që jetojnë në Kinë, dhe parë kjo edhe në aspektin global, sigurisht që është edhe një forcë e madhe, nuk do ta quaja shifër kurse si, sepse janë 690 milion gra të botës. Dhe ju keni marrë pjesë në një nga forumet e gjithë Kinës, pra nga këto kombëtare. Po. Jam shumë falenderuese, kam pasur një ftesë dhe kam qenë në kongresin në një forum madhështor të Bashkimit të Grave të Kinës, të gjithë duke parë forcën e gruas kineze, që është për të përmendur, është impresionuese dhe aty ndjen barazinë dhe forcën e saj jo vetëm në ekonominë, sepse në ekonominë e Kinës, sepse pjesëmarrja në punë e grave edhe sot është 60% gra që japin produktin më të madh dhe produktin shumë të rëndësishëm të ekonomisë kineze, por tashmë Kina ka edhe një zhvillim dhe një arritje të jashtëzakonshme për gratë dhe vajzat në arsinë, dhe ka një barazi për t'u admiruar. Dhe ju e thanë që janë 690 milion gra, dhe kjo të impresionon sigurisht, duke parë që një shifër kaq e madhe të jetë të heci krah për krah me të drejtat dhe të luftoj për të drejtat e saj. Dhe siç e thash edhe më parë, pra kemi të bëjmë me këtë që sapo është zhvilluar në 2 ditët e para të kësaj jave takimi liderëve global për gratë në 30 vjetorin e konferencës 4 botërore për gratë të OKB-s. Ai sigurisht që ka patur një pjesëmarrje të lartë, të personaliteteve të larta, duke përfshirë këtu dhe zëvendës sekretaren e përgjithshme të OKB-s Amina Mohamed, presidenten e Islandës, kryetar shtetesh, qeverish, por edhe shumë gra aktiviste nga të gjitha kontinentet. Megjithatë vlen për tu vlerësuar dhe shumë e rëndësishme edhe ju e cekët her pas here çështjen e kontributeve. Pra, kemi të bëjmë me Organizatën e Kombeve të Bashkuara që
është ajo organizatë që i ka është fokusuar në pjesën më të madhe të veprimtarisë së saj mbështetëse për çështjet e të drejtave të grave, dhe Kina është një kontribues me $20 milion vetëm gjatë dekadës së fundit. Dhe lajmi i mirë është që pikërisht në këtë takim lideri kinez Xi Jinping premtoi edhe $10 milion të tjera në mbështetje të politikave të barazisë gjinore, luftës kundër varfërisë, arsimimit të vajzave dhe grave, pjesëmarrjes në jetën politike e të gjitha këto. Unë shpresoj, Fabiola, megjithatë që të ketë edhe jehonën e vet, por pse jo, të shërbejë ndoshta edhe si model përderisa është edhe një eveniment shumë i rëndësishëm për Organizatën e Kombeve të Bashkuara, e cila në këto momente që po flasim në 80 vjetorin e saj është në një situatë jo shumë të pëlqyeshme, në një situatë reformimi. Por ky është një model që Organizata e Kombeve të Bashkuara ka nevojë për financime, dhe ndoshta do të kishit dhe ju një opinion për këtë? Po, ndërkohë jemi shumë falenderues në fakt që Kina vazhdon dhe mbetet një financues kryesor, dhe Agjencia e Kombeve të Bashkuara në Shqipëri është një nga partnerët, jo vetëm i qeverisë shqiptare, po një nga partnerët kryesor edhe të shoqërisë civile dhe organizatave të ndryshme, jo vetëm të organizatave të grave, dhe janë mundësitë e financimeve të tyre për të vazhduar dhe për të pasur mbështetjen. Një nga, për shembull, unë sapo e përmenda, ndërhyrjen për buxhetimin e përgjithshëm gjinor, është mbështetur nga UN Women, Shqipëri dhe Europë Qendrore dhe Azi. Ndërkohë që po kështu dhe PNUD-i, UNDP-ja në Shqipëri, ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm për mbështetjen konkrete të zhvillimit të komuniteteve, të qeverive, për ngritjen e qendrave komunitare, apo për ligjshmërinë apo zhvillimin edhe sipërmarrjen dhe shumë nisma të tjera. Duhet përmend UNESCO për shembull, që ka qenë së bashku, ka qenë promotore Kina, qeveria kineze, që kanë nxjerrë çmimin për arsimin e vajzave, çmimin për arsimin e vajzave. Dhe kjo është një kontribut i drejt për drejt që vjen edhe në Shqipëri nëpërmjet Agjencisë së Kombeve të Bashkuara. Dua të theksoj që gruaja është gruaja ajo që mban paqen në botë. Dhe jo vetëm në familje, jo vetëm kur burrat janë në luftë, që ajo vazhdon dhe punon për të mbijetuar familja, për të rritur fëmijët, për të vazhduar jeta normalisht, por edhe në kohë paqe. Gruaja është negociatorja më e mirë për të zgjidhur, për të shkuar larg lufta. Unë ju falenderoj shumë, Fabiola, për këtë mesazh që ju përcollët, dhe në fakt e prisja për gjithë aktivizëm tuajin dhe këtë kontribut që keni dhënë për çështjet e grave të drejtave të tyre, dhe sigurisht që ju uroj edhe suksese në punën tuaj. Do të kishim dëshirë që në veprimtaritë tuaja t'i ndiqnim ato, sepse janë vërtet me një interes të rëndësishëm për të gjithë. Faleminderit, jeni të ftuar edhe në terren, nëse keni mundësi të shihnit sidomos për shembull 16 ditët aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore, që bëhen në përsheshet e qyteteve, bëhen madhështore, ose për këtë do ju sugjeroja një produkt që ka dalë me mbështetjen pikërisht Agjencisë Kombeve të Bashkuara për zhvillim, PNUD-it, UNDP-s, një fushat ndryshe me 11 ambasador të vullnetit të mirë kundër dhunës ndaj gruas, këngëtar të rinj, të famshëm shqiptar, ku është bërë një hymn, quhet Zbrit e diellin, është dhe në anglisht dhe në shqip, e kemi bërë në anglisht sepse kemi konkuruar me UNDP në New York, ku Shqipëria, për gjithë botën, ku Shqipëria ka marrë një çmim të veçantë.
Shumë faleminderit dhe kjo ishte një ide mjaft e mirë për të përfunduar bisedën tonë. Të dashur miq, ishte kjo analizë për sot, në fokus të saj çështja e të drejtave të grave në Shqipëri, më gjerë, por njëherësh edhe takimi i zhvilluar në fillim të javës, takimi i liderëve global për gratë zhvilluar në fillim të javës në Pekin, dhe ku kishte një pjesëmarrje të madhe globale dhe ku dolën mesazhe të rëndësishme për sa i përket të drejtave dhe zhvillimit të drejtave të grave. E ftuara ime sot ishte Fabiola Laço Egro, aktiviste e njohur e shoqërisë civile dhe e të drejtave të grave në Shqipëri, njëherësh themeluese dhe drejtuese e qendrës komunitare Sot për të ardhmen. Ju falenderoj që qëndruat në shoqërinë tonë. Miru takofshim.